Ne në çdo namaz, në çdo rekat, shtyllë namazit është suratul Fatiha. Ajetet e fundit, Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë surë madhështore e përmend udhëzimin ihdina sirata al-mustaqim. O Allah, udhëzona në rrugën e drejtë. Sirata alladhina an'amta alehim, rrugën atyre që ti ke begatuar, ata janë pejgamberët dhe ata që ndjekin rrugën e pejgamberëve. Ghayril maghdubi alehim wala ddallin, jo në rrugën atyre që ti je i zemruar, jo në rrugën atyre që ti je i hidhruar, wala ddallin, dhe ata që janë të humbur, të devijuar. Në mesin e krijesave në tokë janë ata të cilët shpifin për Allahun, akuzojnë Allahun, kanë vrarë pejgamber dhe janë ata të cilët shpifin për një nga gratë më të ndershme të dunjas, Maryama bintu Imran. Ata janë qifutët, hebrejt, të cilët e kanë kuptuar qartë se Muhamedi alayhi salatu wassalam është i dërguar i Allahut, megjithatë e kanë luftuar, e kanë mallkuar, e kanë fshetë vërtetën. Por qartësimi ynë që e kemi të qartë më sikur dielli në ditë gjatë ditës, devijimin e jehudive dhe luftën që janë duke u bërë muslimanëve, as 1 milimetër nuk na ndryshon qëndrimin, urrëtitjen, qartësinë që duhet ta kemi për armiqt më të mëdhenj të muslimanëve gjatë historisë, që janë rafidit, shiat, të cilët ashtu siç hebrej dhe qifutët shpifin për një nga gratë më të ndershme, Maryamën, ata kanë shpifur për gruan bashkëshortën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, Siddiqatu binti Siddiq, për Aishën radiallahu anha, për vajzën e Ebu Bekrit radiallahu anha, për cilën kanë zbritur ajete që e mbrojnë derin e saj. Një sqarim që është shumë i rëndësishëm. Shiat, si term, si lëvizje, tek ehli suneti ata janë musliman. Por për çfarë shia bëhet fjalë? Bëhet fjalë për shia të cilët japin përparësi khilafetit të Aliut para Uthmanit. Dhe kjo është drejtësia e Islamit. Nëse dikush devijon këtë pikë që jap përparësi Aliut, një sahabiut nderuar, edhe pse është e gabuar, përballë Uthman ibn Affanit radiallahu anhu, kjo nuk është dalje prej feje. Prandaj shfaqja e shiizmit, sepse fjala shia do të thotë ndihmetar, edhe pse Ibnul Qayyim rahimahullah shumë qartë dhe bukur thotë ata janë shiatul shejtan, ata janë ndihmetarët e shejtanit, të djallit. Pra, kjo lëvizje si shiizëm që nënkupton me dhonë përparësi Aliut para Uthmanit, kjo nuk o dalje prej feje. Por gjatë historisë devijimi është përshkallëzuar dhe shiizmi është ndan disa degë. E ajo rryma më devijuar e shiave është ar-Rafidha, Ithna Asharia, që me konsensus muslimanëve ata janë pabesimtar. Rafidit janë armiq të Islamit, kundërshtar të Islamit, vrasës të muslimanëve dhe refuzues, sepse Zeid ibn Ali ibn Husein, stërnipi i
Husejnit, apo nipi Husejnit, sërnipi pejgamberit a.s. Kur e kanë përpyetur për Abu Bekrin dhe Omerin, ai ka lavdruar dhe e kanë refuzuar. Dhe nga këtu emërtohen shiat Rafidha, ata cilët janë ekstremistë, që kanë devijime të qarta dhe kufri i tyre është më i qartë se sa, pothuajse i qartë, sikur është kufri i pabesimtarëve të tjerë. Si mos jetë kufër kur ata pjesë të besimit e kanë që Kur'ani sotëm, Kur'ani, një Kur'an, kanë bindje, Rafidhat, që ky Kur'an është ndryshuar. Pra është një bazë që askush s'guxon të prek. Kur'ani është libri i Allahut, i mbrojtur nga devijimi. Dhe Rafidhat kanë bindje se Kur'anin është ndryshuar. Dhe kjo e bën qartë devijimin dhe kufrin e tyre. Pastaj e kanë akuzuar hipokritet Aishën radiallahu anha se për nderin e saj, për moralin e saj, gruan e pejgamberit alayhi salatu wassalam, njeriu më të ndershëm në dunja, të akuzohet shtrati i tij. A ka shëmtim më të madh, shpifje më të madhe? Kush mund ta pranojë një shpifje të tillë? Por duke e parë rëndësinë e Islamit, pejgamberi alayhi salatu wassalam e braktisi Aishën për 50 vite, për 50 ditë. Pra që t'i jap përparësi Islamit, sepse kishte qëllim për hapjen e fesë Allahut. Por Allahu duke mbrojt nderin e saj zbriti citate vargje që ne i lexojmë dhe i lexojnë muslimanët deri në kiamet, që ajo ishte e ndershme, e pastër dhe ishte shpifje për të. Andaj inel ladhina yarmuna al muhsanat al mu'minat al ghafilat, ajetet po ashtu e qartësojnë se ata që shpifin për gratë të ndershme, lu'inu fi dunya wal akhirah, të tillët do të jenë të mallkuar në dunja dhe në ahiret. Ky është problem për ata që shpifin për Aishën radiallahu anha, të mallkuar në dunja dhe në ahiret. Dhe një prej gjërave të ndyta që i kanë rafidit, çështjen e martesës. Ata, një prej mënyrave të martesës e ka njeriu mund të martohet me një femër brenda 10 dite, një muaj, vetëm bojnë kontratë. Pra, taman kur vri vetëm në mënyrë të ligjshme. Kështu i ka dënuar Allahun këtë dunja para se të vijë dënimi në ahiret. Këta janë Rafidhat. Ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ar-Rafidhatu ajhalu an-nasi bil ma'qul, janë njerëzit me logjikën më të dobët. Wa akdhabuhum bil manqul, dhe njerëzit më refuzues ndaj të vërtetës. Pra përgënjeshtrojnë. Ata luftojnë Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, nuk i pranojnë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe një nga devijimet më të mëdha të shia të Rafidhave, që janë pabesimtar, është fyrje që i bën shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ka thënë në nunien e tij Al-Qahtani rahimahullah, inna ar-rawafidha sharru man wati al-hasa min kulli insin natiqin aw janani. Nuk ka njerëz më të këqij mbi sipërfaqen e tokës se sa Rafidit. Dhe nuk flet fjalë më të ndyta askush, as njerëz as gjin se sa Rafidit. Madahu an-nabiyya wa khawanu ashabe. Pretendojnë se lavdrojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam, ndërsa fynë dhe shajnë wa ramuhum bidh-dhulmi wal-udwani, shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ata që kanë tubuar Kur'anin, ata që kanë marrë pjesë luftën e Bedrit, Ebu Bekr radiallahu anhu, i cili ka shoqëruar pejgamberin alayhi salatu wassalam kur mushrikët me çdo kush donin ta vrisnin, e kishte shoqëruar në çdo rrethant Ebu Bekr radiallahu anhu. Uthmani kishte tubuar Kur'anin, sahabët kishin përhap Islamin,
ata që kishin sakrifikuar çdo pjesë të trupit në luftën e Uhudit, të gjakosur duke mbrojtur pejgamberin alayhisalatu wassalam, ata për të cilët Allahu ka zbritur citate, ka zbritur vargje, Kur'an, që i lavdron Allahu, laqad radiyallahu anil mu'minin, Allahu është i kënaqur me sahabët. Pejgamberi alayhisalatu wassalam ja u ka çarçuar njerëzve se sikur një kodër me dhon me ari shpenzim rrugën e Allahut, nuk e ka peshën e një sahabiut nderuar që jep një grosht rrugën e Allahut. Vin rafidat dhe thoi njerëzit më të këqij fytyrë në tokës janë këta, sahabët e pejgamberit alayhisalatu wassalam. Këta janë rafidat. Këta janë armiqtë e Islamit. Dini kush e ka vra Omer ibn al-Khattabi radiallahu, Abu Lu'lu al-Majusi. Rafidat e sodit janë persianët në përgjithësi, persët, idhujtar, të cilët u zemruan aq shumë me Omerin radiallahu anhu, sepse gjihadin kohën e tij, përhapja gjihadit e fesë Allahut ishte shumë e fuqishme, urrejtje madhe, mleft madh për Omerin radiallahu anhu. Erdhi një Majusi, Abu Lu'lu al-Majusi, pers, edhe vrau t'i nxisht në pabes Omerin radiallahu anhu. A dini rafidat që varrin e tij, që pretendojnë që është varri i tij, e kanë vend shejt. Dhe thonë se Abu Lu'lu al-Majusi ka të sigurt xhenet. Pra njëri që s'ka besu Allahun, s'ka besu me lajket e tij, ditën e gjykimit, s'ka bë kusesh dhe Allahut, këta thonë e ka të garantuar xhenetin. Këta janë rafida. Shia. Ata kur pasues të bidatit sot, aq me ndjelet jonë sa që mendojnë që Irani është duke mbrojt nderin e Islamit. Këta janë rafidat. Ebu Ubejde Qasim ibn Selam. Nëse ne shohim diç tjetër, ajo që ka na i hap syt dhe na orienton është rruga e dietarëve të mëdhej, sepse ata janë më të sinqertit, më të diturit, me përvojën më të madhe. Prandaj rafidat gjatë historisë kanë bërë krime të mëdha. Saqë në vitin 317 Hijri, Ebu Tahir al-Rafidi ka shku në Mekka dhe i ka vra Haxhiler. E ka marrë gurin e zi në vitin 408 Hijri, Rafidi tjerë kanë ardhur dhe kanë vjedhur. E kanë grabit gurin e zi të Qabës dhe për 20 vite e kanë çuar vendin e tyre. Po ashtu, në vitin 907 Hijri, shteti i tyre Safawi, i cili ka qenë ai që ka themelu shtetin Safawi të Rafidive të Shijave, ai ka vrarë dhe ka ekzekutuar pjesën e territorit të Iranit sotëm që kanë qenë gjithë ehli sunna, shumica absolute, afër 1 milion musliman i kanë ekzekutuar vetëm se nuk kanë përfaqësuar devijimet e tyre dhe rrugën e tyre. Po ashtu në kohën e tatarve, mendimi në rafida është rrethuar Bagdadi. Të tillët janë ata rafida, të sotëm që ndjekin rrugën e dëmtimit muslimanëve. Kur i shohim sot dy armiq të mëdhej të Islamit që kanë thurur kurtha, kanë planifikuar plane që t'i dëmtojnë muslimanët dhe që të marrin tokat muslimanëve dhe që të shtrinë ndikimin e tyre në botën muslimane, kur i shohim ata duke u dëmtuar, jo duke u dëmtuar njerëz civil të pafajshëm, sepse edhe nëse nuk janë musliman, ne nuk gëzohemi për rastin e tyre, por ata që thurin plane, ne vetëm kjo gëzon zemrën e besimtarit, por jo asesi të rreshtohemi me ata që shajnë shokët e pejgamberit alayhisalatu wassalam, jo asesi me ata që i bojnë shirk Allahut, i bojnë shok Allahut, ata që i lutën duke thirrur ja Ali, ja Husein, pra shirk i qartë vepër që njeriu në nxjerr nga feja. Andaj robët e Allahut, i lutemi Allahut me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të përsosura, që të na jap sqarim, na mundsoj ta kuptojmë të vërtetën. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Allah, mundsona të vërtetën me pa të vërtetë. Por jo çdo njeri që e shet vërtetën të vërtetë e kupton atë. Warzuqna ittiba'a, dhe mundsona me pasu të vërtetën.
Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Dhe na mundson atë kotën me pasit kohë dhe më largu prej saj. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqi wa imtinani. Falënderoj Allahun, salavat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen dhe shokët e tij. Të dashur besimtar, për të gjithë ata që janë mashtruar dhe ju mashtrojnë se Irani, Rafidat, armisht e Islamit janë ata të cilët e mbrojnë derin e muslimanëve dhe krenarinë e muslimanëve dhe kanë qëllime të mira për muslimanët. Nëse vështrojmë me një studim thellë në 40 vitet e fundit, më shumë kanë vrarë musliman rafidit se sa jahudit. Kjo është e dëshmuar. Luftën në Siri kundër muslimanëve në Haleb që kanë bërë gjenocid, janë shiat. Në Irak kanë bërë vrasje të muslimanëve suni. Në Iran, në Yemen, për 40 vite kanë themeluar organizata terroriste për të dëmtuar dhe destabilizuar muslimanët, siç janë të ashtu quajtur Hizbullah, pra grupi i Allahut, por ata janë grupi i shejtanit. Të tillët janë rafidat që kanë thurur qëllim të keq për muslimanët e Gazës dhe kanë nxitur luftë për t'i futur muslimanët në një sherr që s'kan fuqi, s'kan armatim që të përballen me armikun. Nga ku mësuan këtë tradit, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam adhuronte Allahun në Mekka për 13 vite dhe asnjë idhuj nuk e prishi. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, keni dëgjuar se cila është shahidja e parë në Islam. Shahidja e parë në Islam është Sumeja, Ammar ibn Yasir, bashkëshort që u vran para syve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sabrën ali Yasir. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai ishte ulur krenaria pse nuk mundi ta mbrojtë këtë familje. Por ai mendonte për muslimanët e tjerë. Ai mundonte për hapjen e Islamit. Por kur erdhi në Medinë, pas 8 viteve, erdhi në Mekë me fuqi, e shtiroi Mekën, por pasi që i mori shkaqet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ja kanë vrarë 70 sahabe, hafizat Kur'anit që i ka thirrur, që i ka dërguar mi thirrë në Islam. Për një muaj rresht është lutur kundër atyre mushrikëve që pabesisht ja kanë vrarë sahabët. Për një muaj rresht, mirë po pas disa viteve është përgatitur me ushtri dhe ka shkuar. Kjo është rruga e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që mendon për fëmijët musliman, që ka menduar për familjet muslimane, që është përgatitur dhe përgatitur, e jo sikur ashtu siç veprojnë dhe që janë nxitur dhe janë planifikuar nga rafidat që ta fusin muslimanët e Gazas në këtë luftë, mirë po me mirësinë e Allahut pothuaj se kjo kurth vetëm se po i godet edhe ata. Andaj qëndrimi e ehlusunetit, qëndrimi i pastër i muslimanit është ne nuk rreshtohemi me ata që i ka mallkuar Allahu, siç janë jehudët, dhe as nuk bashkohemi dhe as nuk rreshtohemi dhe as nuk i dojmë dhe nuk i përkrahim dhe as nuk mbesim sy mbyllur ndaj krimeve që i kanë bërë ndaj muslimanëve të tjerë. Ata që janë rafidat e sodit, që padrejtisht edhe quhen shia, sepse ky term nuk është që është gabim, nuk është ndonjë term i gabuar, shia ndihmetar, por ata kanë devijuar, prandaj siç thot një nga dietarët më të mëdhenj kësaj kohe, Salih al-Fawzan al-Fawzan, thot ai kemi vëllezër shiat, thot ata janë ikhwanu shayatin, ata thot janë vëllezërit e djajve. Prandaj ata thurin kurtha kundrejt muslimanëve. Andaj Allahu është ai i cili do t'i ndëshkojnë dunja dhe në ahiret ata që fusin kurtha dhe planifikojnë për muslimanët. Lutim Allahun subhanahu wa taala që t'i bashkojë unitet, që t'i bashkojë muslimanët në një fjalë të vetme, të vërtetë, që t'i largojë brengat e tyre, që t'i ruaj tokat e tyre, që t'i ruajnë derën e tyre, pasurinë e tyre dhe gjithë muslimanët tanë kënd botës. Lutim Allahun subhanahu wa taala që t'na jap kuptim të drejtë fesë së tij,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء أئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين